këtë edicion do të ndiqni. Krimet ekonomike sot në Gjakov targetojnë parkingjet private. Zylfaj, Kosova ka shënuar avancim në indikatorët e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Mesi dhe Jamal në mozaikun e ri të Alkend Pozhegut. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Njësitë e hetimeve të krimeve ekonomike kanë zhvilluar të enjtë një operacion në komunën e Gjakovës, ku në fokus të veprimeve hetimore janë parkingjet private, që dyshohet se ushtrojnë veprimtari ekonomike në kundërshtim me ligjin. Policia e Kosovës ka zhvilluar këtë të enjtë një operacion në rajonin e Gjakovës, i cili ka në fokus parkingjet private që dyshohet se ushtrojnë veprimtari ekonomike në kundërshtim me ligjin. Burimet të sigurta të televizionit Syri brenda policisë së Kosovës bëjnë të ditur se aksioni po realizohet nga njësitë e hetimeve të krimeve ekonomike. Sipas të njëjtave burime, hetimet kanë për qëllim verifikimin e operatorëve që dyshohet se veprojnë pa regjistrim të biznesit, pa licencat përkatëse, pa pajisje fiskale dhe pa përmbushur obligimet tatimore. Burimet theksojnë se gjatë operacionit do të kontrollohet statusi juridik i subjekteve, mënyra e arkëtimit të pagesave dhe deklarimi i të hyrave. Në rast se evidentohen shkelje, ndaj pronarëve mund të ndërmerren procedura ligjore në varësi të gjetjeve të hetimit. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë detaje të reja për rezultatet e operacionit, ndërsa veprimet hetimore janë duke vazhduar. Kosova po synon të përfitojë nga momentumi i ri gjeopolitik në Bashkimin Evropian për të avancuar kërkesën e saj për statusin e vendit kandidat. Kryenegociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian, Jeton Zylfaj, thotë se progresi i Kosovës duhet të matet sipas reformave dhe rezultateve të arritura, duke argumentuar se vendi ka shënuar avancim në indikatorët e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Kosova po synon të përfitojë nga momentumi i ri gjeopolitik në Bashkimin Evropian për të avancuar kërkesën e saj për statusin e vendit kandidat. Kryenegociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian, Jeton Zylfaj, kërkon që progresi i Kosovës të matet sipas reformave dhe rezultateve të arritura, duke argumentuar se vendi ka shënuar avancim në indikatorët e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Sigurisht ne gëzohemi antarësimit edhe të Shqipërisë, sa më shumë që ecën përpara Shqipëria aq më mirë. Dhe është vlerësim i Bashkimit Evropian se çka konsiderohet antarësimi përbëhet prej dy komponenteve, është vlerësimi për në aspektin e meritës, pra reformat që kërkohen, që duhet të bëhen, por edhe aspekti politik. Ju e dini ta zëm që Maqedonia e Veriut kishte disa ngecje për shkak të disa kërkesave politike në proces. Dhe po ashtu edhe ne kemi dialogun pjesë përbërëse, progresin e dialog. Prandaj edhe keni parë deklaratat e kryeministrit Kurti që të ketë vlerësim real të reformave edhe të progresit të Kosovës pa e lidhur me progresin e Serbisë. Sepse Serbia jo vetëm që nuk po ecë përpara, po ka edhe një mosdëshirë për të ecë përpara. Prandaj edhe ka rënë kaq mbrapa në indekset e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Kjo nuk është problem për neve në kuptimin e tyre të brendshëm, sado që problemet e brendshme të shteteve tentojnë të shpërfaqen si agresivitet jashtëm. Ndërkaq njohësja e integrimeve evropiane, ish diplomatja Alma Lama vlerëson se politika zgjerimit të BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor mbetet e pandryshuar dhe përparimi i secilit shtet do të varet nga përmbushja standardeve dhe reformave, jo nga ndonjë qasje favorizuese. Ai shtet i cili i plotson kriteret e BE-s mund t'i afrohet më shumë BE-s. Për sa i përket Kosovës, nuk ka ndonjë lëvizje, nuk ka ndonjë shqyrtim deri tani të kërkesës së saj për antarësim. Sigurisht që Irlanda me një diplomaci të mirë nga ana e shtetit të Kosovës do të mund ta shtynte çështjen përpara,
së paku për të shqyrtuar kërkesa e Republikës së Kosovës, gjë që nuk është bërë deri tani. Por në qoftë se këtu vazhdon kriza institucionale, siç e kemi parë, nëse Kosova nuk ka përfaqësues legjitim të institucioneve, por vetëm një qeveri në detyrë, që nuk ka një parlament i cili funksionon, por që është i shpërndar ose jo efektiv, atëherë nuk besoj që do të ketë ndonjë ndryshim për sa i përket statusit të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian. Kosova ka aplikuar për statusin e vendit kandidat në dhjetor të vitit 2022, por ende ky aplikacion nuk është shqyrtuar nga Unioni Evropian. Qarkullimi i makinave me shpejtësi të madhe në rrugën Agim Delia, e njohur si Pika Azez, po bëhet shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës. Këta të fundit po kërkojnë vendosje të shenjave të komunikacionit me qëllim të parandalimit të rreziqeve të mundshme. Rruga Agim Delia, e njohur si Pika Azez, së fundmi është asfaltuar, por ende ka mbetur e papërfunduar. Në këtë pjesë mungojnë shenjat e komunikacionit dhe sinjalizimi i nevojshëm, duke krijuar shqetësim të banorët e kësaj zone. Duke mos pasur shenja që kufizojnë shpejtësinë, disa drejtues makinash po qarkullojnë me shpejtësi shumë të madhe, duke rrezikuar jetën e banorëve dhe gjithë pjesëmarrësve në trafik. Rruga ka qarkullim të madh gjatë ditës, pasi përdoret edhe nga prindërit që shoqërojnë fëmijët në qerdhen që ndodhet në afërsi. Kemi probleme të mëdha. Se shkojnë në qerdhe 3 që u marrua ajo qerdhe atje, me shpejtësi shumë të mëdha, edhe krejt femna shkojnë të i fëmijët. Pi orës 7:30 deri 8 diçka, aty është qarkullimi shumë i madh. Edhe mas dite pit orës 3 deri në 4, ku shkojnë mi marrë ata fëmijët atje në qerdhe, aty mundet më ardhë deri te një viktim, e mas viktimës atë nuk kem shë me bëmu. Atë pikojmë këtu hollën, po viktima shkon. Vetëm pak ditë më parë, në këtë rrugë ka ndodhur një aksident, si pasojë e shpejtësisë së madhe që po vjen nga mungesa e shenjave. Domethënë ditë e diell kona ditë kur ka ndodhur aksidenti, edhe fati që fëmijët nuk kanë qellu në atë moment. Ardhi një person i panjoftën, ka bën ndeshje në atë vend aty, si u ka përshtot shenjave, se s'ka shenja hiç aty. Por rreziku nuk përfundon vetëm te mungesa e shenjave. Në afërsi të rrugës ndodhet edhe një urë, e cila ka mbetur në po atë gjendje që pas janarit të këtij viti, ku si pasojë e vërshimeve, anësorët e urës mungojnë, duke shtuar rrezikun edhe më shumë të banorëve të zonës, por edhe të tjerëve që shfrytëzojnë kalimin mbi këtë urë. Banorët kanë një kërkesë të qartë, institucionet përgjegjëse ta vizitojnë këtë rrugë dhe të trajtojnë me prioritet problemet, pa pritur që situata të përkeqësohet, pasi mungesa masave të sigurisë rrugore mund të rrezikojë jetë njerëzish. Pavarësisht se shkollat janë në pushime, puna në Inspektoratin e Arsimit në Gjakov po vazhdon normalisht, pasi janë në përgatitje të disa raporteve nga puna e tyre inspektuese. Inspektori Ndrec Përleshi, duke folur për angazhimet të ditëve të fundit të inspektorëve të arsimit në Gjakov, vuri theksin edhe tek konkursi i fundit i nxënësve të klasëve të 10-ta në shkollat e mesme të larta. Niveli i arsimit para universitar kosovar është në pushimin veror, por pushimi për inspektorët e arsimit nuk ka filluar ende. Kjo për shkak të inspektimeve për fundvitin shkollor, për të cilat na tregoi më shumë ushtruesi i detyrës së udhëhecit së Inspektoratit të Arsimit në Gjakov. Më rëndësi ka qenë vlerësimi i jashtëm i performancës së shkollave. Këtë kohën e fundit e kemi pas një plan dinamik për çdo muaj nga një shkollë secili grup. Sektori Gjakovsi ka pas 2 grupe, bashkëpunim me një inspektor pripeje, dhe i kemi vlerësue 6 shkolla. Sot, për koincidencë, ju ka dhënë vendimet e 3 shkollave kanë marrë raportin të komunës Gjakovës, ndërsa dje i kemi dhënë 2 të Rahovecit e 1 të Malishes. Po ashtu sot 4 drejtora i kanë marrë vendimet për vlerësim performancës tyre që u zgjatët të mandatit. E inspektime janë kryer edhe në lidhje me regjistrimin e gjysmë maturantëve në shkollimin e mesëm të lartë. Tash kemi vizituar edhe shkollat në lidhje me regjistrimin si AP profilin, vendimin e ministrisë dhe konkursin të cilin e kanë shpall për kriteret. Kuptohet kriteret konkursit ka gjimnazi dhe shkolla mesme miksisë. Drejtimet profesionale nuk kanë.
dhe këto kanë mesatarën 4, kemi sinqer deri me tani shumë mirë në fatin e parë, edhe pse kanë arrit një numër të vogël të nxënësve me regjistru, për shkak se kanë përfill, kuptohet, konkursin. Edhe pse konkursi për shkollat mesme të larta ka një numër pak të fyrt të nxënësve, që është më i madh se numri i nxënësve që kanë për klasën 9. Sektori i Inspektoratit të Arsimit në Gjakov ka trajtuar edhe raste si ankesat e nxënësve rreth suksesit akademik, po ashtu janë kryer inspektime tematike e administrative me qëllim garantimin e cilësisë në institucionet arsimore të Kosovës. Në nivel vendi gjatë vitit 2025 janë raportuar dhe regjistruar gjithsej 2192 shkullërzime, që paraqet 46 raste më shumë se sa në vitin 2024, ose një rritje prej 2.1%. Nga ky numër, 152 prej tyre janë çifte që kanë shkëputur martesën nga komuna e Gjakovës. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat më të fundit për shkurorzimet, të cilat tregojnë një rritje të lehtë të numrit të çifteve që i kanë dhënë fund të martesës gjatë vitit 2025. Sipas ASK-s, gjatë vitit 2025 janë regjistruar gjithsej 2192 shkurorzime, ose 46 raste më shumë krahasuar me vitin 2024, kur ishin evidentuar 2146 shkurorzime. Kjo paraqet një rritje prej 2.1%. Sipas komunave, numri më i madh i shkurorzimeve është regjistruar në Prizren me 192 raste, 8.8%, i ndjekur nga Prishtina me 175 raste, 8.0%, dhe Peja me 163 raste, 7.4%. Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e shkurorzimeve u përket çifteve që kishin qenë të martuar 5 deri në 9 vjet, me 627 raste, ose 28.6% të numrit të përgjithshëm. Pas tyre renditet martesat me kohëzgjatje 10 deri në 14 vjet, me 297 raste, apo 13.5%. Se i përket grup moshave, numri më i madh i shkurorzimeve të gratë është regjistruar në grup moshë 25 deri në 29 vjeç, me 463 raste, apo 21.1%, ndërsa te burrat dominon grup mosha 30 deri në 34 vjeç, me 464 raste, apo 21.2%, ndërsa në Gjakov janë shkurorzuar 152 çifte gjatë vitit 2025, gjithnjë sipas ASK-s. Në zyrën e avokatit të popullit në Gjakov, vazhdimisht punohet në dhënien e sa më shumë këshillave profesionale për të gjitha ata persona që zgjedhin të ankohen për shumë probleme. Avokati Mark Kaçinari ka folur për numrin e ankesave gjatë këtij viti, duke shtuar se krahas ankesave fizike, qytetarët bëjnë edhe ankesa virtuale. Zyra e avokatit të popullit në Gjakov ka pranuar rreth 60 ankesa nga qytetarët të ndryshëm. Nga ky institucion bëjnë të ditur se një pjesë e ankesave dorëzohen edhe online dhe regjistrohen në zyrën qendrore në Prishtinë. Sikurse vitet paraprake, edhe gjatë këtij viti kemi pranuar një numër të konsiderueshëm të ankesave. Deri tani numri ka mbërrit 60, që do të thotë nuk ka ndonjë mos më të madhe apo më të vogël se vitet paraprake, parafërsisht këtu vërën, por ta kemi parasysh që një numër i madh qytetarëve bëjnë ankesa dhe online dhe këtu regjistrohen drejt në zyrën qendrore në Prishtinë. Kështu që thjesht nuk mund të themi që ankesat e rajonit Gjakovës janë gjitha ky numër që po them, meqense se mund të jetë më të mëdha për shkak se ato janë regjistruar në zyrën qendrore apo në zyra të tjera. Krahas trajtimit të ankesave, janë organizuar edhe fushata informuese në 6 shkolla të rajonit të Gjakovës. Vlen ta ceket se gjatë këtij viti, sikur edhe viteve paraprake, ne kemi organizuar fushata informuese në përshkolla. Gjatë këtij viti në muajin prill, në datat gjatë 30 të muajit prill, kemi vizituar 6 shkolla të rajonit të Gjakovës, kemi vizituar 2 shkolla në Malishev, 2 në Rovez dhe 2 në Gjakov, dhe gjatë kësaj kohe kemi takuar drejt për drejt nxënësit dhe mësimdhënësit. Kemi marrë ligjërata me ta, i kemi njoftuar se kush është avokati i popullit, se si mund të adresojnë ankesa, kemi marrë informacione lidhur me drejtat e fëmijëve në përshkolla, po ashtu kemi marrë ligjërata me mësimdhënës me të cilët kemi ligjëruar për ndëshkimin trupor. Kaçinari gjithashtu bën të ditur se gjatë vizitave në terren janë mbledhur informacione për gjendjen në shkolla, ndërsa janë trajtuar edhe rastet që lidhen me fëmijët.
Se përket ankesave, nuk kemi pranuar ankesa për fëmijëve, por kemi marrë informata drejt për drejta në teren se është gjendja atje. Por ndryshe nga ana tjetër, Departamenti për mbrojtjen e fëmijëve dhe ne si zyrë kemi trajtuar ankesa që kanë bërë me fëmijët dhe kemi pas ankesa që i kemi trajtuar kur fëmijët kanë pretenduar që janë bullizuar. Nga zyra avokatit të popullit u bëhet thirrje qytetarëve që të raportojnë çdo shkelje të drejtave të tyre, duke theksuar se ankesat mund të paraqiten si në zyrat rajonale, ashtu edhe përmes platformave online. Pak ditë para përfundimit të kampionatit botror në futboll, artisti Alkend Pozhegu gjatë paraditës së sotme ka krijuar një tjetër vepër artistike. Lionel Messi dhe Lamine Yamal u bë pjesë e mozaikut të ri sot në një nga hapësirat e lumit Krejna. Lionel Messi dhe Lamine Yamal kanë zbarkuar në Gjakov, por jo në fushën e gjelbër. Janë duart e artistit Alkend Pozhegu, ato që u kanë dhënë jetë portreteve të dyjeve të futbollit botror, duke i kthyer në një mozaik unik të punuar me shumë përkushtim. Tani kemi kampionatin botror, do të jenë përcaktuar dy kombëtarët, është Argentina dhe Spanja. Të diellën është finale dhe në koordinim dhe në bashkëpunim me dy agjenci të huaja ndërkombëtare, sot realizova dy mozaika, cili është palosa që është Lionel Messi i Argentinës dhe Lamine Yamal i Spanjës. I veçantë nuk është vetëm motivi, por edhe materiali me të cilin është realizuar mozaiku. Materiali është kallamaq, grën, oriz, falë dielli dhe kokra spanakit, me sasi rreth 150 kg, me dimensione parafort është 1,70-80 me 3,3,5. Kjo vepër po tërheq vëmendje edhe përtej Kosovës, duke marrë jehon edhe në mediat botërore. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Krimet ekonomike sot në Gjakov targetojnë parkingjet private. Zylfaj, Kosova ka shënuar avancim në indikatorët e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Messi dhe Yamal në mozaikun e ri të Alkend Pozhegut. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.